Komuna e Vrapçishtit ka ndarë vendime me kohë të pacaktuar pune për 19 mësimdhënës, të cilët janë të angazhuar në shkollat e kësaj komune. Ceremonia solemne u zhvillua te Pallati për Kulturë në Negotin dhe është ndjekur nga afër nga kryetari i komunës së Vrapçishtit Isen Shabani, i cili me këtë rast edhe bëri shpërndarjen e vendimeve, ndërsa mesazhi që përcolli ishte se tani e tutje përgjegjësia duhet të jetë më e madhe për këta mësimdhënës. Roli i mësuesit në shoqëri është i pazavendësueshëm. Është ai që qëndron në themel të çdo zhvillimi që me dije dhe integritet formëson një brez të denjë për të ardhmen. E di që shpesh ndiheni të mingarkuar, të nënvlerësuar, por sot duhet t'ju them se puna juaj ka vlerë të jashtëzakonshme. Çdo ëndër në fillim të marr formë shtfrit i përkushtimit tuaj. Në emrin tim personal dhe në emër të administratës komunale, u falenderoj për kontributin tuaj. Ju uroj që këtë rrugtim të vazhdoni me dinjitet dhe sukses. Ne do të jemi gjithmonë pranë jush. Më shumë vendime ishin për shkollën fillore Vrapçishtit të fshatit Vrapçisht, gjegjesisht 9, pastaj 6 për shkollën fillore Naim Frashëri të Negotinës, 2 për Salilisi në Dobërdoll dhe një vendim kishte për shkollën fillore Mehmet Deralla të fshatit Gradec. Ndërkohë kryetari Shabani, gjatë shpërndarjes së vendimeve, theksoi se periudhën e ardhshme do të ketë sërish vendime për ata mësimdhënës që do të plotësojnë kushtet, gjegjesisht do të transferohet vendi i punës. Ndryshe, gjatë periudhës sa komuna e Vrapçishtit drejtohet nga Shabani, janë ndarë mbi 100 vendime me kohë të pacaktuar në arsim. Kjo komunë numëron 10 shkolla fillore, prej tyre 4 qendrore dhe 6 periferike dhe një shkollë të mesme gjimnazi, i cili ndodhet në fshatin Negotin.